Antari i Partisë Demokratike Grigel Smoçollari denoncoi këtë të mërkurë në një deklaratë për media situatën e krijuar së fundmi në Tiranë. Moçollari theksoi se Tirana po përballet gjatë verës me dështimin në menaxhim, për të cilat fejsoi prioritetet e gabuara e korrupsionin. Sipas Moçollarit, Tirana nuk mund të lihet në dorë të disa zyrtarëve të korruptuar që mendojnë vetëm të pasurohen. Tirana sot pasqyron pamjen e një qyteti të dështuar në menaxhim, si rezultati i qeverisjes së keqe, i prioriteteve të gabuara dhe korrupsionit. Ditët e nxehta të gushtit treguan të vërtetën që mbahet e fshehur në propagandë e tentohet të mbulohet nga fasadat. Shumë zona të kryeqytetit nuk morën as furnizimin e zakonshëm me ujë. Në kombinat pati raste të denoncuara në publik, ku uji kishte vetëm 20 minuta në ditë. Kazanat e mbeturinave janë plotë për plot dhe ndërkohë mbetjet kanë pushtuar rrugët që kutërbojnë nga era e padurueshme. 10 hektar me pyje nga ajo kuror e gjelbëruar që i ka mbetur kryeqytetit u dogjën dhe sërish reagimi i shtetit ishte i vënuar. Ai gjithashtu ndalë nga tek mbledhja e taksave, ku vetëm në 6 mujorin e parë të vitit, sipas tij, janë mbledhur 1.6 miliard euro taksa nga ndërtimi, pothuajse sa për të gjithë vitin 2024. Moçollari ngriti pikpyetje se ku shkon gjithë shuma e mbledhur nga taksat. Për 6 muajt e parë të këtij viti, nga janari në qershor, janë mbledhur në shifra rekord plot 1.6 miliard euro taksa nga ndërtimi. Pothuajse sa për gjithë vitin 2024, që ka shënuar kulmin e kësaj veprimtarie. Pra vetëm në 6 muaj janë dhënë afërsisht 2 milion metra katror ndërtim. Ku shkojnë gjitha këto taksa? Sa shkolla të reja kemi? Ndërkohë që pritet të nisë viti i ri me të njëjtën praktik me klasa me shumë nxënës e mësim me 2 turne. As përmirësim me ujë të pishëm nuk ka. As një qytet më të pastër nuk ka. Sipas të dhënave të Open Data Albania, për 6 mujorin e parë të vitit 2026, Tirana kryeson në të gjithë vendin me rreth 1.8 miliard lek fond limit në tendera të kategorizuara me red flag, indikator ky që tregon risk për korrupsion. Në përfundim ai tha se Tirana meriton ndryshim, e mbështeti protestat e zhvilluar për tek e ditësh, duke përsëritur thirrjen për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.